Abibank mbështet gazetarin e mirë. Bëuni gati për një super episod për trurin. Jam me fat shumë sa herë njerëz e shqiptar si ai më thon po në podcast. Doktor Artur Xhumari, mirë se erdhe në podcast. Mirëmëngjes, mirë se ju gjeta. Mirëmëngjes. Në orën 8 të mëngjesit nuk kam regjistruar asnjëherë një bisedë apo një podcast, po pas orës 9:30 Doktor Arturi nuk I përket më jetës së vet dhe kështu që bëm këtë kompromis për të takuar në 8 të mëngjesit. E vërtet, s'kishim rrugë tjetër. Përndryshe nuk e di kur do takoheshim. Si është jeta e një kirurgu? Më duket sikur kirurgët pak I përkasin jetës së tyre. Kirurgu ka të keqen që e di kur e fillon punën, po se di se kur e mbaron. Dhe gjithmonë ajo pyetja që më bëjnë është sa zgjat operacioni dhe unë I them, ti do jesh në gjumë, ç'të duhet ty se sa do zgjasi. Ndërkohë që unë mund të shkoj 2 orë, 4 orë, 6 orë, 8 orë, nuk e di. Shë gjë varet se si zhvillohet aty brenda në operacion. Kështu që jetës sonë I dihet fillimi, po nuk I dihet se kur lirohesh nga puna. Është gjë e mirë kjo apo gjë e keqe? Është kështu. Kështu si? Nuk mund ta klasifikosh e mirë apo e keqe, është pjesë e punës tate, është pjesë e Ju profesionit që ke zgjedh. Ju gëzon kjo aventurë nëse mund t'i themi me jetën? Pa parashikueshmëri? Nuk e shoh ndonjëherë kështu siç e shikoni juve. Si e shihni ju? Dhe nuk është se e mendoj dhe pastaj se duhet të kesh dhe një vazhdim nga mbrapa. Nëse s'të pëlqen ç'do bësh, do e ndryshosh. Kështu që kjo është pjesa e asaj që ti ke si mision të tëndin që të ndihmosh të shpëtosh jetën e njerëzve. Dhe nuk e mendon më tutje. Një kirurg që është çdo ditë duke parë rrezikun e jetës, a beson tek jeta? Unë besoj te fati. Jeta fillon dhe mbaron ashtu siç është shkruar nga fati që të fillojë dhe të mbarojë. Kur thoni fati, keni parasysh që fatin e kemi të shkruar? Ne I përgjigjemi një destini, ecim në atë që është shkruar për ne apo e shkruajmë ne fatin? Ne mundohemi ta ndryshojmë çik ta modelojmë, ta rregullojmë. Dhe ajo që unë I them gjithmonë smurve është ne do bëjmë ato që mundemi të bëjmë dhe pastaj si të jetë e shkruar. Ka sëmundje që ne dim t'i shërojmë, ka të sëmundje që ne nuk bëjmë dot asnjë gjë dhe as nuk I prekim dot fare, ka të sëmundje që ne ndihmojmë për të përfituar 6 muaj, 1 vjet, 2 vjet, varet si të jetë e shkruar te genet atyre qelizave të këqija që ne po mundohemi të heqim. Te ato genet e këqija, kush e shkruan fatin? Është thjesht një rastësi, një gabim. Loja e fatit, teoria aktuale që flitet për kancerin, sa ajo është gjëja që diskutohet më tepër në këtë mes, është që një qeliz mund të ketë një dëm të genit, të lindur të trashëguar, dhe pastaj o një rrezatim, o një diçka tjetër, një helm, nuk e di, një toksin, të njëjtës qeliz I bën dhe një dëm të dytë. Dhe kur të dy genet I majti I djathtë do dëmtohet, atëherë shfaqet sëmundja. Kështu që është një pjesë e ke, një pjesë të vjen. Asnjëherë nuk e kam kuptuar pse ndodh tek disa njerëz dhe nuk ndodh tek një pjesë tjetër. Pra, mund t'i kesh të gjithë faktorët e tu, ato që paramendohen normal, por sëmundja ndodh. Pra, a ka një predispozitë të brendshme që të ndodh ky gabim që quhet ajo genetikja, po kur nuk është genetike, pse ndodh? Shiko, ne kujtojmë sikur dim gjërat, por në fakt nuk I dim të gjitha dhe çka ka uji brenda, çka ka ajri përjashta, ne dim që ka ato hidrokarburet, po çfarë përqindje e tyre shkon brenda trupit tonë, kështu ka plot gjëra që janë të panjohura. Po ajo që dihet është që këto sëmundje kanë ekzistuar jetë e mot, nuk është se po dalin tani. Ndoshta jemi bërë ne më të zot për t'i zbuluar dhe për t'i trajtuar dhe ju jeni bërë më të zot për t'i reklamuar, për t'i promovuar dhe kështu duket sikur po ndodh diçka e re, po këtu kanë qenë gjithkohon jetë e mot. Ndodh është pjesë e jetës, ashtu siç fillon jeta do mbaroj një herë, do mbaroj o me sëmundje, o me aksident. O me pleqëri. Që është sëmundja që do vi. Është sëmundje pleqëria? Është pjesë e jetës. Ka më shumë sëmundje në pleqëri, po ka dhe në fëmijëri fare, po aq sëmundje, po aq të rënda sigurisht. Janë sa klasifikime shumë fort të vështira për të bërë paktën me synin tim të kirurgut. Kirurgu është I mësuar që ka thikën edhe bën atë trajtimin asaj gjës që e heq, ndërsa ato që I thoni ju janë një çik më shumë poetike. Poetike ndoshta jo, por për mjekësinë interne, për mjekësinë e kokrave dhe të analizave dhe të analizës së genomit për shembull. Apo ikën për shkak të inteligjencës artificiale thika nga njeriu? Do të shkojmë drejt një trajtimi tjetër? Do ndryshojnë kirurgët e së ardhmes? Për momentin, Jemi të thika.
unë shoh, dëgjoj, lexoj është që po rritet aftësia për të diagnostiku. Ajo që ne themi eksperienca, 20 vite punë, 30 vite punë, në fakt është akumulimi i memorjes edhe i praktikës së këtyre 20 viteve, 30 viteve punë. Këtë gjë inteligjenca artificiale e merr me një të ndezme të Chelsea-t, pak a shumë. Kështu që diagnostikimi i sëmundjes është diçka që do përfitoj nga një inteligjencë artificiale. Në të ardhmen, a do jetë mundur që një makinë të drejtojë robotin për të bërë atë lëvizjen, është i çik, unë për momentin nuk e imagjinoj dot se diçka ndodhi pas 20 vjetëve. Atë që kemi aktualisht janë këto robotët, të cilëve ne u tregojmë hartën e trurit, i vendosim ne pikën se ku duhet të çojë atë sondën, dhe ai me saktësinë e robotit, pra 901 mm, e vendos sondën aty ku i kemi thënë ne. Po ishim ne që ja tham, nuk ja tha një makinë tjetër. Ja tha njeriu, humane. Ja tha njeriu, bëhet fjalë për këto që quhen elektroencefalografia, që ne zakonisht vjen mësuar që me vën këto tapat në kokë për të bërë zhen, për të pasi janë valët e trurit, por nganjëherë nuk mjafton regjistrimi sipërfaqësor, dhe ti do të shohësh po brenda trurit a ka zona që prodhojnë këto sinjalet e gabuara të krizave epileptike, dhe atëherë vendosen sonda në thellësi të trurit. Po ne në rezonancë dim të themi që e duam te kjo pikë, te kjo pikë, te kjo pikë. Për ta përkthyer në praktik që me të vërtet sonda të shkojë te ajo pikë, sigurisht që ka një gabim. Dhe ky gabim është më i vogël i mundshëm nëse është roboti që implanton aty. Për këtë gjë përdoret roboti që ti mund të thush një farë inteligjencë artificiale, po jo ajo që të heqi mendimin tim edhe ta zëvendësoj me një gjë të tillë. Që nga mbiemri artificial, të paktën në drejtimin e mjekësisë më trëm pak. Pra unë do doja që trupin tim ta kishte në dorë një human, një njeri. Nuk e di a do t'i nënshtrohesha një roboti me gjithë perfeksionin e tij. Çfarë mendon? Për momentin roboti ka gjithmonë njeriu nga mbrapa që e kontrollon. Nuk është i pavarur. S'ka se si të jetë i pavarur. I pavarur është në momentin që ka marrë urdhrin. Pra kur ne i kemi thënë që ti do implantosh të elektrodën këtu, ai është i pavarur, po kryen gestin, por nuk kryen mendimin. Robotët ama nuk e kanë empatin, apo nuk duhet empati gjatë një ndërhyrje kirurgjikale. Nuk është më çështje empatie, po është çështje vetëm të dish masën. Se nuk e di, nuk jam kirurge. Empatia është në bisedimin edhe në gjithë udhëtimin bashkë me të smurin për gjatë kohës që ti e trajton atë. Po gjest duhet jetë sa më i ftohtë. Ai roboti e bën shumë mirë atë. Po janë shumë të pakta këto procedura që mund t'i bëjë roboti. Unë para 2000, sa i bie, 25 vjet përpara, kur kam bërë 2 vjet të ndara njëri me tjetrin, formim në Francë, pjesë e formimit neurokirurgjikal, ishte një profesor i famshëm, i cili thonë, kur do vi ajo kohë që roboti të bëj frezimin e kockës. Një pjesë e kirurgjisë tonë, për të quhet kirurgjia e bazës së trurit, për të mos vrarë trurin, heqim një çik kockë. Kur jemi këtu është kollaj se vetëm heq kapakun, është gjë e thjeshtë, heqje vend nuk është ndonjë gjë për tu tmerruar. Po sa thjesht e thua. Është shumë e thjeshtë. Por kur i punon në bazën e kokës, aty ku dalin nervat nga koka, aty ku hyn arteriet, ku dalin venat, detyrohemi që për të mos vrarë trurin të heqim kockë, ta frezojmë kockën, siç bën dentisti kur na rregullon dhëmbët. Dhe aja të thonë që në vitin 2000, para 25 vjetëve, kur do vi ajo kohë, që ti them atij makinës, ma frezoj që këtë kockë, se është kockë shumë e thjeshtë, dihet anatomia, atë skanerin, rezonancën e ke bërë, ke çdo gjë të shkruajtur me aty. Mjafton ta ekzekutoj, dhe prapse është arritur akoma të bëhen të tilla gjëra. E megjithatë, kujdes nga ajo që ndërron se realizohet një ditë, ja, kështu është, ja kemi taksur vetes të ardhmen. Çfarë mendoni ti unë atë kohë? Mendoni dhe ju për një robot? Kur thonte ai atë gjën, unë mendoja është e mundur që ta hap lëkurën pa e vrarë edhe pa e dëmtuar. Sa më pëlqeu kjo empati dhe kjo delikatesë. Në fakt si është kur hap lëkurën, kur hap trurin e një njeriu, edhe e sheh atë. Unë e kuptoj që për një kirurg, për një neurokirurg si Artur Xhumari, kjo është pjesë e ditës së vet normale, siç e kam unë kur regjistroj një bisedë apo takoj dikë për ta marrë një intervistë. Po më duket një gjë e jashtëzakonshme, ama. Kjo nuk është normale. Po, sepse ti mendon që e din, por në fakt nuk e din.
Ne me vërtet jemi kirurg të trurit, por në fakt nuk duam ta shohim trurin. Ta thash dhe çik më përpara, ne heqim kockën që mos prekim trurin dhe të shkojmë te tumori që duhet heqim. Kështu që qëllimi i gjithë operacionit tonë është të mos e shohim trurin. Truri nuk e toleron dritën, nuk e toleron ftoftin, nuk toleron prekjen. Dhe për shembull ne largojmë kockën që të na lejojë një çik lëvizshmëri të instrumentave tonë dhe pastaj me një herë atë trurin e mbulojmë shpejt me pambuk, me garza, me gomina që të jetë sa më i pa dëmtueshëm prej nesh. Kështu që në përgjithësi nuk duam ta shohim. Kjo është Nuk duhet apo nuk doni? Nuk duam, nuk i duhet. Nuk i duhet. Dhe kur nuk i duhet trurit që ne ta shohim, ne sigurisht duam që të mos e shohim. Ka nga i herë operacione që janë je i detyruar ta shohësh kur sëmundja ndodhet brenda trurit, ato që quhen gliomat, që është sëmundje tumorale që lind brenda indit të trurit. Dhe në tilla raste ti je detyruar ta shohësh trurin, nganjëherë ti je detyruar edhe ta ngacmosh trurin, që quhet stimulimi gjatë operacionit, për të parë cilat janë zonat që ty nuk të lejohet ti prekësh. Dhe nganjëherë kjo bëhet edhe duke qenë zgjuar i smuri, ju keni dëgjuar besoj për kirurgjinë zgjuar, që ne lëshojmë pak korrent shumë të ulët, shumë delikat në vende të ndryshme të trurit dhe shohim çfarë përgjigje jep i smuri. Për këtë e mbajmë zgjuar dhe shohim lëviz një dorë apo mbihet një dorë, lëviz një muskull i fytyrës apo jo, gjë që na quhet hartëzimi i trurit. Dhe mbasi kemi bërë hartën dhe kuptojmë cilat janë zonat që ne nuk prekim dot, atëherë punojmë dhe heqim atë që duhet heqim, që është ky tumori brenda trurit. Po këto janë relativisht të rralla. Gjëja më e shpeshtë është një tumor që ti nuk ke nevojë të shohësh trurin për ta. E kuptoj. Ngaherë përdorim ca tunele të thellë për të vajtur kur janë në thellësi të trurit tumorët. Janë kështu si shiringa plastike në formën e pykës që hapet një çik edhe na lejon të punojmë atë thellë, po trurin nuk e prekim. Truri është elastik dhe lejon një çik hapjen dhe nuk dëmtohet. Fibrat i ka nga sipërfaqja drejt qendrës, kështu që nëse edhe ne shkojmë nga sipërfaqja drejt qendrës, fibrat vetëm hapen, por nuk ndërpriten. Kështu që na toleron punën që ne bëjmë. Këto janë ato që ju thoni magji apo që janë thjeshta. Kjo është vërtet magjike për mua, nuk heq dorë nga kjo, sepse ne njerëzit nuk jemi të ndërgjegjshëm për thesarin që kemi mbi shpatulla dhe e njohim shumë pak trurin tonë. Sot për shembull unë po dëgjoj shumë gjëra të reja që truri. Unë mendoja që ju e shikoni trurin krejt në mënyrë të zakonshme, po ju më thatë që nuk e do dritën, nuk e do prekjen, nuk do thatësirën. Nuk do thatësirën. Her pas here hedhim ujë që ta mbajmë të njohur. Prandaj vëmë këto garza, se ne punojmë me mikroskop shumicën e rasteve. Mikroskopi ka një dritë çik më të fuqishme se kjo e juja dhe mund ta thaj, mund ta djegi. Kështu që prandaj dhe e mbulojmë, prandaj vëmë dhe ujin që të mos ndodhen tilla gjëra. Nëse dikush do t'ju kërkonte një përshkrim të trurit, po pak poetik, jo shumë mjekësor, jo shumë profesional, si do ta rrëfeni trurin në pak fjalë? Do i thojsha që unë në letërsi kam pas nota shumë të këqija. Edhe në hartimet, se kjo është pjesë e hartimeve. I kisha shumë problematike orën e hartimit dhe pastaj përmirësoja notën duke bërë pjesët e tjera, jo recitimi vjershës se ato gjërat kështu. Po kur vinte puna që të prodhoja një gjë poetike si thoni ju. Një fëmijë si do e shpjegoja? Nuk e di se si do e shpjegoja. Një fëmijë. Se çfarë është apo çfarë bën apo? Po, funksionet, si është i ndar, si është truri jon. I ndar është gjë e thjeshtë, se hap një anatomi dhe është i ndar majtas edhe djathtas. Okej, hemisfera majt, siç kemi dorën e majt, dorën e djathtë, kemi edhe trurin e majt, trurin e djathtë, njeriu është simetrik. Kështu që është gjë e kollajt. Pastaj si funksionon ende nuk e dim si funksionon. Kemi ca idera se si funksionon. Funksionon me anë të korrentit, këtë e dim, ka i çik elektricitet që kalon. Por që se si është mundur që korrenti të kthehet në mendim, në fjalë, në lëvizje, një pjesë e dim, një pjesë jo. Kështu që varet çfarë pyetje më bën kalamani. Apo ka kishin pyetjet? Unë jam një kalama përpara trurit dhe përpara një neurokirurgu si puna juaj, kështu që e kuptoj, jo të gjitha gjërat shpjegohen, se si truri është në gjendje të marrë informacionin dhe ta kthejë në fjalë, se si ai vepron. Po ato që dihet, cilat janë për shembull? Për shembull, vjen kjo drita te retina ime dhe ato qelizat e mia nga drita prodhojnë një çik korrent.
ose vjen vala e zërit te timpani i veshit tim, janë disa kockazë të vogla që tunden dhe në fund fare një tundje prek një qime të një qelize që ka veshi joni i brendshëm. Dhe prekja e kësaj qimeje bën që kjo qeliza të ngacmohet dhe të prodhojë një çik korrent. Kështu që ky është ai përkthimi i sinjaleve të jashtme në elektricitet. Pastaj pjesa tjetër është e thjeshtë sepse elektriciteti gjithë truri me qeliza punon dhe ai interpreton në një farë mënyre këto sinjale që vijnë. Se si kjo një farë mënyre nuk e di. Po është një farë mënyre interpretimi. Ju besoni tek teoria e supernovës, e energjisë, e atij shpërthimit, apo këtu ne duhet të flasim për Zotin kur shohim këtë mrekulli, këtë perfeksion të trurit? Në kohën kur kam bërë unë shkollën që më kanë mësu, ka qenë koha kur ne na mësohej Darwini edhe Teoria Big Bangu. Po. Çfarë mendoj sot nuk është se para e studioj dhe mendoj dhe elaboroj këtë lloj gjëje, sepse mendoj që kjo nuk do më sjellë në një gjë të re, mu në punën time të përditshme dhe nuk më hyn punë. Po mendoj që ka patjetër një diçka. Nuk e di, po një diçka. Është një diçka. Më pëlqen t'i pyes veçanërisht doktorët për Zotin. Edhe është kjo shpreha që nuk e di nëse ma ka thënë një doktor, që doktori shëron, doktori kuron, por Zoti shëron. Po, kjo është shprehje e njoftur në mjedisin tonë. Po, është e thjeshtë, domethënë, unë pres lëkurën, në koka kudo qoftë, dhe pastaj vej një qepje. Unë nuk e shëroj më këtë lëkurë. Kjo shërohet vetë. Vetë themi ne, po shërohet. Nga ajo gjëja, se di. Se ne kemi një programim të tonin që të na bëjë të mbijetojmë. Prandaj mbyllet lëkura, prandaj pushon hemorragjia. Pse e kemi, se di. Vetëshërimin. Vetëshërimin, po. Është mrekullia e trupit. Mëlçia vetëshërohet. E dinin që grekët e lashtë që mëlçia vetëshërohet me Prometeun e shkret që e hanin. Janë gjëra që njihen prej shumë kohësh. Nuk keni qenë keq letërsi. Prometeu ma ka mësui matë, nuk ma ka mësui letërsia. Në atë kohë, mitologjin greke kam përshtypjen nuk para e mësonim në ato kursusin e letërsisë. Por ndërkohë kishte një fjalor të vogël, ne kemi një vademekum quhet për mjekësinë ku gjithë sëmundjet shkruhen aty. Ekzistonte një gjë e tillë në frëngjisht për mitologjin greke. Edhe vije emri Zeusi, hapet e zëja dhe lexohej Zeusi me gjithë historinë atij dhe ishte përkthimi nga frëngjishtja në shqipe dhe pastaj tregimi që bënte i mat, po them, klas 4, klas 3, klas 2, që më ka mësu këto punë. Personazhi mitologjik që ju ka intriguar, ju ka... Herkuli se bënte shumë punë. Veprat e Herkulit ishin pafund. Pse bëhemi ne me të fuqishmin, me të fortin? Pse bëhet njeriu? Pse jo me Prometeun e shkret, për shembull, apo me mitin e Sizifit? Unë me Prometeun isha me thënë vërtet. Për atë më vinte gjunaf, ndoshta prandaj jam bërë doktor, se kisha këtë ndjenën për të ndihmuar tjetrin edhe thosha si do zgjidhej kjo punë. Dhemshuria edukohet, doktor Turi, apo lind me njeriu? Edukohet. Njeriu lind, nuk e di si lind. Lind me atë genin e shkruar brenda, po që patjetër edukohet. Mua e keni dëgjuar ju besoj këtë historinë e njeriut që lindte dhe pastaj jetonte me ujqërit edhe bëhej ujk. Këtë ma kanë mësu shumë i vogël. Kështu që mjedisi patjetër që edukon njeriu. Ne kemi shqiptarin shofer që kur është jashtë shtetit është i mrekullueshëm dhe i ndjek të gjitha me përpetmëri dhe njëti shqiptar këtu që mos e pyet se si ecën. Është mjedisi që të rregullon. Dhe të ndikon dhe të mëson, po edhe të prish, sigurisht. Po. Ikim nga mjedisi dhe shkojmë pak rim pak te familja, sepse më pëlqen të them që ju jeni nipi i Kol Xhumarit, i babait abetares, versionit zyrtar të parë shqiptar. Jo i parë. Se dhe kjo është çik historike, kështu ka qenë Naum Velqi Harxhi të tjerë përpara që kanë bërë. I versionit zyrtar thashun. Se di çfarë quhet zyrtar. Mas 45-s. Po. Ka pas dhe para 45-s. Okej. Siç ka pas para meje neurokirurg. Konsiderohet babai i abetares. Patjetër, ka qenë abetarja më jetëgjatë. Okej. Ndoshta, kështu mund ta përkufizojmë. Dhe ai kishte atë që nuk e lente. Pra e bërja abetaren dhe pastaj shkonte në përshkolla, shifte si shkonin punët dhe bënte modifikime
Dhe gjatë gjithë jetës së tij veç se modifikonte. Më ka futur mua pjesë të kësaj. Sepse ishte në numërimin e fjalëve. Dhe thonte që abetarja duhet i ketë pak a shumë të ekuilibruara fjalët që mëson gërmat që janë aty brenda kështu. Dhe më bëri që ti nxirja, ti rreshtoja, ti numëroja, ti jepja këtë të dhënën matematikore të numrit të gërmave që janë përdorur në abetare. Dhe ta ndryshonte pastaj. Okej. Kishit aftësi të veçanta në matematik? Ishit sepse unë e di që keni qenë nxënës i shkëlqyer, tashmë ju thërasin kirurgu brillant. Këtë e di, po që atëherë Kola e kish kuptuar që kishte një nip që e kishte marrë mirë genin, e kishte të shkruar mirë genin. Po, nuk e di pse nuk e bënte një vlla këtë, që ishte edhe më i madh se unë. Po, në fakt unë merresha më shumë, rria më shumë me të ndoshta. Nuk e di. Nuk e di pse ma ka bërë këtë punë. Po, këtë punën e numrave dhe gjërave, për shembull i madh, e kishte edhe këtë, kishte kriju në shtëpi një arkiv me emra të sëmurësh dhe i kishte koduar, pra ke meningeom, kishte gliom, ishte iri, ishte sipas grup moshave, dhe pastaj kishte bërë një sistem se kësaj kartës së vogël, s'kishte kompjuter, s'kishte asnjë gjë elektronike, i bënte vrima. Dhe nëse fuste një shkop, po themi te grup mosha, dhe i ngrihinte lart, do të dilnin vetëm ato letra që kishin vrimën aty. Dhe kështu ishte sorti. Dhe bëni te Exceli shumë kollaj tani sorta dhe del kjo gjëja. Po, ai e kishte ideuar dhe e kishte bërë këtë për të bërë studimin e tij, domethënë derisa ndroi jetë, ai nuk kishte shkruajtur akoma disertacionin, doktoraturën e tij dhe ishte gjithë lufta në shtëpi dhe në spital që bëje. Dhe më e mend erdhi një herë goca Nusja e Dajës, mjek edhe ajo, së cilës ja tregoi këtë gjë, unë isha aty që e shifsha, po si kisha parë tamam një herë. Tha, ua çka ka Ariani. Kështu që këtë punën e historisë së lidhjeve me numrat dhe me gjërat e kemi kështu trashëguar. Ndërkohë që Kola për shembull kishte bërë ju ndoshta keni parë tani që ti shtyp prek diçka me majën e lapsit edhe ndizet një dritë o bëhet një gjë për të thënë që e ke mirë e ke keq, që ke të gjitha lodrat e televizioneve që bëhen. Ai në kohë ishte bërë me ca brisqe. Dhe ti nga njëra anë kishe njëshi plus njëshi, edhe këtej do zgjidhje bën 2, 3 apo 4, dhe nëse ti shtypje njëshin dhe njëshin, kishe bërë 2 kontakte që ishin këtu nga mrapa, dhe pastaj po të bëj edhe 2-shin, atëherë nizej drita. Po të shtypje 3-shin nuk nizej drita, kishe nga mrapa tela pa fund edhe. E kishte bërë Kola vetë. E kishte bërë Kola vetë. Kështu që e kemi këtë. Wow. Në këtë kohë do ishte me siguri një inovator në inteligjencën artificiale, edhe. Familja... Por operacionin e parë të Kalamajt e ka bëjnë vlla. Kishte një arush prej kashte. Edhe i hapte barkun dhe bënte operacionin. Po nuk e vazhdoj më shumë, pastaj isha unë që i vazhdova operacionet. Ka më shumë mjek në familje? Kemi pas plot. Më shumë nuk e di si kam numru, po kemi pasur plot. Domethënë i matë dhe i më janë mjek, ndërkohë që tezja nga mami mjeke, ne shkonim pas të shtunave të dielave, shkonim nga gjyshja për të fjetur, siç ishte mrekullia në ato kohë, domethënë që të shkoje nga gjyshja. Dhe atje vinte dhe motra e gjyshës, që bie tezja mamit, që ishte mjeke pediatre. Dhe praktikisht unë nga mjekët e shtëpisë, pastaj shkoja te mjekët prapë të shtëpisë, po te gjyshja. Kështu që i kisha 7 ditë të javës mjek në shtëpi. Ke patur një gjyshe ndoshta jo me origjinë shqiptare, mund të të jem unë gabim. Po flet për gjyshen nga babi. Po, më duket. Po, dakor, se kemi edhe gjyshe nga mami. Gjyshja që të mësonte shumë gjuhë huaja, italisht, rumanisht. Gjyshja nga babi ishte që Antigoni, që ishte mësuesa, ashtu si dhe gjyshi, dhe që ka pas bërë shkollën në rumanik, kështu që dinte rumanishtën. Por rumanishtja me italishten ishte shumë afër dhe me frëngjishten gjithashtu. Kështu që dinte dhe italisht, dinte dhe frëngjisht. Dhe në ato kohra ne kishim mundësi të shifshim një çik italiane, atë televizionin italian. Dhe ajo më mësonte fjalët e italisht. Ashtu kemi mësuar italishtën, duke pa televizionin, por ne kam mësuar çik më shpejt sepse ishte ajo që më ndihmonte. Të kam mësuar gjyshja. Italishtën, gjyshja po. E ka njeriu këtë krenarinë e familjes, e ka shumë sigurisht, po. Si ka ndikuar kjo familje kaq e ditur, e kulturuar në jetën tuaj, në fëmijërinë tuaj?
Po ja ka ndikuar me këto eksperimentet që bëja, që hapja mbylli ato aparaturat e vogla që bënim eksperimentet me operacionet. Me operacionet. Që sigurisht që ka ndikuar, patjetër. Për të perfeksionuar dhe për të vajtë gjithmonë dhe të jesh dhe më i mirë dhe më i mirë dhe më i mirë. Duke pas shembullin abetare së gjyshit me siguri që ka ndikuar. Ai gjithmonë thonë do bëj më të mirë, më të mirë, më të mirë. Çfarë është një këshill që ta ka dhënë gjithmonë babai, diçka që si djalë, si fëmijë, më pas si doktor e keni mbajtur vës në vesh, themi ne? Kjo do ishte nëse ai do kishte jetuar ai gjatë. Ato që unë mbaj mend nga mimat janë më shumë rruga nga shtëpia e gjyshës te shtëpia jon, se nuk i hypnim autobusit, e bënim në këmbë, dhe që bëhej në muhabet aty, ose në muhabet që bëja kur unë i ngjitesha nga mbrapa, po isha në gjimnaz, kur ai shkonte me shërbime. Ka qenë një kohë që mjekët ishin të pakët në Shqipëri dhe neurokirurgët aq më tepër, kështu që nëse kishte një smur nevojë për tu pa dhe ishte në Korçë apo në Sarandë apo në Shkodër apo në Tropoj, ishin gjithmonë neurokirurgët e vetëm që kishte Shqipëria, që ishin në Tiranë, që shkonin dhe vizitonin. Dhe ai dhe kolegët e tij më shumë ishin o në spital, o në shërbim, pra në rrethet të tjera se sa në shtëpi. Kështu që nuk parashifeshim. Por unë i ngjitesha nga mbrapa, i shkoja. Edhe më zinte makina, edhe ishte një luftë, ty ze makina çdo vish me neve, nga e herë dhe i mikse mbrapa. Kemi hyrë kodra deri te varrezat e dëshmorëve dhe pastaj më ka kthy mbrapa, ti nuk më po vdes nga të vjellat. Kështu që aty mund bënim në lloj muhabeti, por që një këshill më nga Daja në fakt, isha në majtë një pemë te kopshti vet. E thonte mos ri kot pa bëj diçka. Lexo një libër, bëj një gjë, bëj një ashtu, bëj një kështu, po mos ri kot. Mos e humb kohën. Po, nuk mund të jemi thjesht kalimtar dhe na duhet të lodhemi, Nuk mund të qëndrojmë në pemë. Kot, maj pemës kot, siç ka Daja. Kam pas një mjek atje që e kisha si mentorin tim në Paris, edhe kur ankoheshin njerëzit u lodhën, mu kuputën, mu ashtu, kështu, se gjithmonë qahen njerëzit, qoftë në Paris, qoftë në Tiranë. Thonte po jeni në punë lodhesh, do lodhesh. S'mund të qahesh, erdha në punë edhe u lodha. Po ti jesh me pushime edhe lodhesh, mund të qahesh. Çan këto pushime që po më lodhin, po jo në punë. Kështu që fjala u lodha nga puna nuk më bën sens. Trurit i bën mirë lodhja, deri në një farë pike se dhe një tru që qëndron në pasivitet, mendoj që nuk fillon dhe lodhet në një kuptim tjetër, ndoshta, po lodhet edhe ai. Truri është i krijuar që të mësojë. Është fëmia lind dhe zit bëj asnjë gjë përveç se të qarit, dhe pastaj mëson që të heci, që të flasi, që në fakt është truri që i komandon këto lloj gjërash, kështu që truri është ai që piqet edhe mëson. Nëse trurit ti nuk i jep pushim, ai sigurisht do plaket më shpejt asaj që ne i themi pastaj me emrin ton demenca, skleroza, gjërat e tilla. Ka ato që janë sëmundje, të ze gripi është sëmundje, por të ze demenca dhe është sëmundje, të ze Parkinsoni dhe është sëmundje, por ke dhe një tru të cilin ti e le të pa ushqyer dhe ai nga një tru normal kthehet në një tru më pak se normal. Nëse ti nuk lexon, nëse ti nuk dëgjon, nëse ti nuk shijon, nëse ti nuk sigurisht që më tru i ulët do jetë. Çfarë bëni për veten për të pushuar, për ta çlodhur trurin? Unë bëj atë që e bën çdo njeri dhe që na e thot trupi jon, flej gjumë. Është i mrekullueshëm. S'ka si gjumi. Ka si gjumi. Po, ndërkohë që ti flen gjumë, truri punon. Edhe kjo është një pjesë e çuditës së magjisë që thoni ju e trurit, sepse truri gjatë kohës që ti flen, rikujton, rimendon dhe përforcon memorien. Një njeri që nuk flen, nuk ka mundësi që të mbaj mend. Po. Dhe një njeri që flen, sigurisht që më mirë në këtë mes. Kjo është pjesa e zakonshme. Pastaj kuptohet që kur ke mundësinë të dalësh edhe të shëtisesh me kalamajt edhe me nusën edhe të bësh në udhëtim për jashtë shtetit apo nëpër malet e Shqipërisë patjetër. Ajo është akoma dhe më mirë. Te deti jo aq shumë se është shumë i nxehtë dhe më djeg. Po kur dun kalamajt patjetër që do shkojmë. Po ne të dy jemi më mirë te hija. Në hija. Edhe te mazditja kur perëndon dielli se sa kur është pika. Pra e kuptoj, jeni më shumë njëri malesh, njëri i jeshilës, jo i blus. Jo i diellit përballë.
Okej. Se po dola përballë diellit duhet të vesh shumë krem që të mos digjem edhe të mos përfundojmë spital. Po truri jonë ka nevojë për diellin, apo jo? Truri? Apo jo? Sy tan ka nevojë. Është një teori që është kjo vitamina D që na bën mirë për çdo gjë. Ajo merret edhe me ndriçimin indirekt. Pra nuk ka nevojë të më bi drita në fytyrë, po drita të përplaset aty, ajo reflektohet këtu, edhe lëkura prape sintetizon një pjesë të atë vitaminës D, një pjesë tjetër ndoshta e marrin edhe nga goja, nga këto. Drita është domosdoshme, dielli jo. Okej, ka dallim mes dritës dhe diellit, e kuptoj. Saktë. Ndriçimit edhe si të vjen përballë apo ja. Unë jam rritur në një shtëpi me doktor. Gjyshi ka qenë infermier, më kujtohet që udhtonte nga fshati në fshat 2 orë për të bërë një gjilpër. Mami im ka qenë mami, babi higjienist, dhe mund të them, doktor Arturi, që unë jam rritur me një lloj dashurie për bluzat e bardha. Ajo çka mendoj sot si gazetare, po edhe si njeri edhe si paciente, është se ne kemi një sistem shëndetësor jo më të mirë. E di janë aparaturat, po unë dua të di ku shkoj njeriu. Kemi doktor shumë të mirë, po jo sistem të mirë shëndetësor. Po dua të flas për njeriu, për empatin, për njerëzillëkun në spital. Spitali, të paktën ai ku punoj unë, është i përmytur nga të smurët. Dhe ndoshta kjo është ajo që ju thoni sistemi jo i mirë. Sistemi duhet të jetë i çik i hapur, që mos janë gjithë gjërat e përqendruara. Por në Shqipëri kemi edhe një hall të madh, që jemi pak, jemi shumë pak. Jemi shumë pak edhe kemi shumë pak para pastaj, se dhe vazhdon bashkë me te. Kështu që për shembull në rastin e neurokirurgjisë të mendosh që çdo qytet do ketë spitalin e vet ku ka dhe shërbim neurokirurgjie, ata neurokirurg do kenë një punë fare pare të vogël. Po një kirurg që punon fare pak nuk përmirësohet. Kështu që se di si mund të gjendet balanca. Dhe nuk di si mund të rregullohet dhe nuk di nëse ky hall që ju e thoni sistemi shëndetësor ka një hall, është një hall që vjen nga ne, mjekët, nga ne, politikanët, se ne i zgjedhim ata, apo është një gjë që ne nuk e ndryshojmë dot se është një vend fare i vogël. Në kuptimin që nëse flet për neurokirurgjinë, edhe Prishtina, edhe Malizi, edhe Maqedonia, nuk kanë një neurokirurgji që shkëlqen. Shqiptarët e Kosovës me shumicë shkojnë Shkup, Stamboll, për zgjidhë këto halle. Kështu që nuk e di si mund zgjidhet. Po, ne kemi një fat që unë nuk e di si është për Malin e Zi dhe për Kosovën, që kemi neurokirurg shumë të mirë. Para jush kemi patur mentor Petrelën. Tani jeni ju që unë për ju kam dëgjuar komplimente të jashtëzakonshme, jo se jeni këtu, por që një vërtet ju përshkruajnë si kirurgun, neurokirurgun briljant. Dhe kemi vazhdimisht njerëz dhe me siguri janë të tjerë që unë nuk ua di emrin, edhe ndoshta do t'i takoj në episode të ardhshme, sezone të ardhshme, se më pëlqen të flas me doktorë dhe me njerëz që japin për këtë vend dhe po qëndrojnë këtu. Edhe shqiptarët duhet t'i dëgjojnë, edhe unë për vete dua shumë t'i dëgjoj, edhe t'i takoj. Po çështja është që kemi doktorin, po nuk kemi shëndetësinë. Pse nuk e bën dot? Mi shtrove pak disa, nuk more përsipër asnjërin, po e ndave. Po unë kur thuhet një fjalë, do doisha me ditë objektive në kësaj fjale, argumentin, pa të dhënën. Ti thu nuk ka sistem, okej. Po pse? Cilat të bën të mendosh që nuk ka sistem? Mjekët kanë qenë mjeku dikur, para 30 vjetëve, ka qenë shumë më shumë figure vlerësume në shoqërisë që është sot, por ndërkohë ato që thoni, mjetët kanë qenë edhe më pak akoma. I madh, unë akoma vazhdoj dhe më vin të smur, që më thonë, si baba i jot. Kanë kalu 30 vjetë, kanë vdekur më shumë, po kanë ngel në memorie kjo histori dhe atë thonë, unë po plakem, dhe vazhdojnë dhe thonë, të bëhesh si babai. Po kështu kanë qenë shumë mjek, shumë, po të lexoni ato librat e historisë që flitet për mjekët e Shqipërisë, edhe janë të mbushura me të tilla histori.
Kështu që ç'a ju bën juve të thoni nuk ka sistem, cila është ajo gjëja e prekshme, ai numri, ajo e dhënë që të bën të thush që nuk ka sistem, se dikur sëmundjet shëroheshin, tani prap shërohen, tani shërohen më shumë se të shëroheshin më përpara. A është kjo meritë e sistemit, meritë e mjekëve, është meritë të gjithave, e përmirësimit të mjeteve tona. Nuk e di si ta them këtë fjalën. A ka njerëz që qahen? Plot. A ka njerëz që mbajnë radhën? Plot. Po ka edhe në Francë, ka edhe në Angli. Okay. Ka plot shqiptar Anglie që vinë edhe thonë unë do operojmë këtu. Sa atje nuk më gjejnë smundjen, nuk më gjejnë specialistin, nuk më gjejnë kohën kur të më operojnë. Është një hall i përgjithshëm, ose pasaj ke Amerikën që thonë po pate para mund të operoj, po pate të shëroj, po pate para si ta kesh. Po, është e vërtet. Kemi dhe Italinë, që është një model goxha humanist. Mendoni kështu? Humanist në sensin e modelit të shëndetësisë. Po. Ndoshta është ashtu, po unë prapë shoh lajme që dalin në për këto gazetat që u vran, u pren. Po. Një në veri, një në jug, ke plot forume mjekësh që vetëm qahen se sa keq na trajtojnë, se çfarë janë këto ligje që po dalin. Kjo është jeta. Njeriu nuk zën karar. Nga ky episod në vazhdim, në tavolinën time Seleti do të ketë vazhdimisht produktet cilat unë ju besoj. Por do të ketë dhe kauza dhe do ta nis me një të tillë që është Smile.al, është e vetmja platformë crowdfunding në Shqipëri e themeluar nga Fondacioni Credins. Është një platformë që ju vjen në ndihmë komuniteteve dhe kauzave dhe vetëm 1 minutë ju duhet kohë për të dhuruar e mund ta bëni këtë nga çdo vend që jetoni, brenda dhe jashtë Shqipërisë. Lajthiza, është ujë që jo vetëm e kam në studio, por edhe para se ta kisha në studio dhe partner besnik të Zë me Mirën podcast e kam patur gjithmonë në shtëpi. Belini Bajçipriani është një pije që do ta kemi në episodet tona, nuk do të pim gjatë episodit, po do ta bëjmë këtë pasi të mbarojmë në happy hour, me që e kemi huazuar nga amerikanët, po është shumë bukur në Shqip edhe ore gëzuar me miq edhe me shok. Kthehemi tani me bisedën me Artur Xhumarin. Paradoksi thënshin. Vdekshmëria e foshnjore dhe mbijetesa mesatare e Shqipërisë krahasohet me ato të botës europiane. Ndërkohë, ti ke shpenzimet për shëndetësi jetë e motë shumë të vogla, spitalet gjithmonë e më mirë, po kanë qenë o zot, s'ke ajër të kondicionum, s'ke dhomateke, gjëra të tilla, por rezultati, se prandaj desha me ju thënë çfarë gjëje objektive keni kur arrini që thoni që sistemi është keq. Rezultati është i mirë. Mosha mesatare mbijetesës në Shqipëri është njësoj si në Europë. Okej, më vjen shumë mirë dhe gëzohem. Mbijetesa, unë ju besoj. ato gjërat që jo, këto janë statistikat. Po, e besoj këtë që thoni, nuk. Mbijetesa e, po themi, një smundje shumë të keqe që ka truri njeriu që quhet glioblastoma. Po. Mbijetesa e glioblastomës është e njëjtë me një smundje me glioblastom në Amerikë apo në Francë. Janë këto hallet. E kohës, e pritjes, e radhës, e asaj, e kësaj. Por që rezultati është ai në fund, që është njësoj. E vuj më shumë për të arritur aty, pa, kjo është e vërtetë. Po, kjo është të vështirësohet pak më shumë jeta, se nuk po them që në fund nuk zgjidhet. Me që ishim tek modelet, ju cilin model shëndetësor keni parë si shumë të mirë? Atë francez, ndoshta me që keni pak formim francez? Unë kam jetuar atje, po nuk ka një sistem shëndetësor shumë të mirë. Ka një sistem të pasur ose të varfër. Shumë të mirë s'mund ta thuash. Nuk është varet çfarë merr si parametër për të thënë shumë i mirë apo shumë i keq. Njeriu, nëse do marrësh kënaqësinë e njeriu nga shërbimi që mori, prap kënaqësia është shumë personale. Ka një njeri që thot, shpëtova nga smundja, edhe kjo më mjafton që të kënaqem. Ka dhe një njeri, po, s'mpa dje mu doktori dhe nuk më tha mirë mjes. Ose erdhi pa atë të smurin tjetër në ora 7 të darkës, por nuk ndaloj dhe të dhoma ime dhe të më thonë të dhe mu mirë mrama. Kështu që varet çfarë parametri shef. Unë, si mjek, si profesionist, do kisha marrë një çik parametrin e matshëm të mbijetesës nga sëmundja, të shërimit të sëmundjes. Por ndoshta një njeri që shef
si e përjetova rrugtimin për të shëru, do thotë e përjetova shumë keq. Kështu që sistemi është shumë i komplikuar për të vënë një notë, duhet ta ndash këtë notë pikëzimin. Nuk është e lehtë të jesh pacient, edhe pacientët njerëzit reagojnë në forma të ndryshme ndaj sëmundjes. Disa e pranojnë, janë më të bindur, të dëgjojnë, disa refuzojnë, dhe ju duhet kohë që t'i bindesh që duhet ta zgjidhin problemin e tyre ose duhet t'i nështrojnë një protokolli mjekësor. A keni ju një formulë magjike në komunikimin me pacientët? E marr me mend që nuk është e lehtë, po puna me siguri ta mëson edhe ta farkëton atë komunikimin e përditshëm me ta. Si është? Komunikimi me shqiptarët me pacientin shqiptar është e para është kjo, krijimi i besimit. Unë nuk është se flas me te dhe bëj konsultën me te me synimin që do krijoj besimin me te. Por e di që nëse them fjalë të cilat krijojnë besim, është shumë më mirë që vazhdimi i diskutimit. Kështu që mundohem që fjalët i zgjedh të tilla që të ofrojnë besim dhe jo fjalë që as nuk kuptohen fare. Pra nuk flas me gjuhën latine të termave të mjekësisë, po mundohem që ta kthej sa më të kuptueshme për te. Dhe që nuk kam vrapin për ta mbyll takimin, por kam mendimin që të kuptoj nëse ai më kuptoj apo jo, ai apo ajo. Kështu që shpesh, jo një herë, po disa herë i them, a ke pyetje? Atë ta them dhe një herë, ata diskutojmë prap. A do më çosh një mesazh kur të shkosh në shtëpi se do të dalë një pyetje tjetër? Dhe më thon kam dhe një pyetje, them unë 2 të më bësh, se një nuk prish me ty. Vazhdo, veç fol. Dhe në fund fare ke një përgjegjësi, sepse nuk mund t'ja lesh të sëmurit përgjegjësinë që e kuptoj apo se kuptoj sëmundjen. Pra, nëse është një sëmundje e cila detyrimisht kërkon operacionin, sepse kështu e zgjidh, kështu e shëron, po ndërkohë shef që ai përballë teje ose ata përballë teje, zakonisht janë 3-4 familjarë që janë bashkë, nuk e kanë kuptuar dhe po marrin vendimin që jo s'do e operojmë, më vjen që t'i mbaj akoma, t'i them akoma, të bëjmë edhe më tepër muhabet diskutim që të arrijmë në atë përfundimin që mendoj është më i miri për te. Pra ta ndërgjegjësoj. Nuk lodheni. Jo, nuk lodhem. Nuk lodhem se kjo është puna, kjo është ajo përfundimi i veprës time. Por unë gjithmonë them që doktorët, nëse ka një krijesë mes nesh që është më afër Zotit, për një pacient doktori është më afër Zotit. Dhe është shumë e rëndësishëm ai komunikimi i kujdesshëm, njerëzor, i pranishëm, që e kemi tek shumë doktor, po ndonjëherë që donë është normale, është njerëzore. Tu plak, tu përfitu eksperiencën, kupton që nëse ke hezitime mbrënda, i smuri do i kuptoj i pari. Kështu që duhet fillimisht me qenë brenda i qartë në ato që thua, dhe zakonisht je i qartë kur thu të vërtetën dhe nuk ke kështu po mund tjetë ashtu, po mund ta bëj kështu, e bën njeriu e ndan brenda vetes çfarë do thotë, çfarë do vendosi dhe ja transmeton tjetrit. Me lajmin e keq, si e përballon? E ke mësuar ta thuash? Tani pa e vuajtur, pa qenë në siklet, po them. Se sigurisht që thuhet. Jo, sa rjet asnjëherë, është e pamundur të mos e vuash lajmin e keq. Po ne kemi një gjë që në shumicën e rasteve lajmin final të keq e jep anestezisti, reanimatori që është roja aty në reanimacion dhe ne para përgatisim gjën që do ndodhi, por jo përfundimtare në fare. Se jo ndodh kur do qoftë. Nuk ndodh në momentin që nuk më takon mua shpesh të them llafin e fundit. Por më takon shpesh të them që rruga po shkon jo për mirë. Këtë e mendoj gjithmonë në fakt, se si do ishte nëse do isha vetë një kirurge, dhe do kishte qenë gjë e bukur të isha bërë mjek në fakt. Sepse nuk lodhem, i dua njerëzit, edhe mund më kishte ndihmuar disi, por do kisha vuajtur shumë me siguri, sepse
do kisha përjetuar çdo histori që do më kishte ndodhur gjatë ditës. Dhe nisur nga kjo mendoj për jetën e kirurgëve, të mjekëve, doktorëve, të cilët përpara se sa t'i gjykojmë, duhet ta themi, ne duhet t'i vlerësojmë edhe t'i kuptojmë se çfarë pune kanë të jetosh çdo ditë duke kaluar Rubikonin, themun. Se e kalon pak Rubikonin, shikon rrezikun e jetës, njerëz që do vdesin, njerëz që s'doja dalin, njerëz që do t'ju thuash që nuk ke shpresa për jetën. Po, nga ana tjetër, i ke dhënë edhe një diçka. Ato 6 muajt, apo ato 12 muajt. Po. Dhe është një dhuratë e bukur në fakt. Kur ti e di që po kaq do merrte edhe në Francë apo në Amerikë, ti thu, po kjo është. Është e mrekullueshme. Dhe në këtë sens, ne shohim pjesën që ne bëjmë. Dhe ajo na mban që të përballojmë këtë që ju e shikoni nga ana tjetër. Ne shohim si pjesë të punës dhe ne shohim ku mund të ndihmojmë, ku mund të përmirësojmë dhe për këtë luftojmë për ditë. Si reagojnë pacientët që e dinë për shembull se do të kenë dhe 10 muaj jetë? Kjo është çështje e psikologjisë, është e koduar qartë, është e ditur shumë mirë. Fillimisht thonë jo, që është denial, është mosbesimi, refuzimi. Pastaj është nxefja në ekstrem, që do thujmë diçka se çfarë na ndodh. Pastaj është depresioni dhe pastaj është pranimi. Të gjithë kështu e kalojnë. Sa shohim ne prej këtyre, sa shoh unë prej këtyre 4 fazave, për ata që i ndjekim përgjatë këtyre muajve që ata fitojnë, sigurisht i shohim të gjitha. Po shumica që është ajo e para që s'është e vërtetë. Atë ditë që u pam bashkë, erdhi ai babai një fëmijë 8 vjeç që kishte bërë një skaner që duket diçka jo normale në kokë dhe që vazhdon edhe të shtunë dhe të dielën që më shkruan që nuk e besojmë dot që jemi kështu, jemi pjesa normale e mosbesimit ndaj gjës. Isha nga Lodrat, atë kërcej një çik goca. Thashun po të kërcej po jo shumë, edhe pastaj më shkur goca u lumturua shumë, u kënaq shumë sot. Ne nuk e besojmë atë që na ke thënë që ka atë gjë në kokë. Kështu është, mosbesimi është i pari. Por që nga ana tjetër i thu që hajde thënë se do flasim, kështu që sa të marrojmë këtë, ai kam takimin me të. Dhe dyta që i thu kjo që ra dhe këtë ne nuk e ç'bëjmë dot më. Por ama kemi ca gjëra që mund të bëjmë. Bëjmë një operacion që ta heqim. Pastaj do presim përgjigjen e biopsisë, pastaj do shohim a ka nevojë për një hap të dytë apo një hap të tretë. Po fillimisht duhet të shpresojmë që kirurgjia të shkojë mirë dhe mos i bëjmë dëm, për këtë do luftojmë një herë. Të shpresojmë. Unë uroj që ky rast të jetë i suksesshëm. Keni frikë nga sëmundjet vet? Frikë. Frikë nga tërmeti. Edhe unë shumë. Frikë nga tërmeti, jo nga tërmeti në vetvete, po se mund të jesh në një shtëpi e cila mund shëmbet nga tërmeti. Ndërsa e njëjta gjë nga sëmundja nëse do vi, domethënë nuk e çfarë të bësh. Mund të kesh frikë nga makina, po ecë me shumë shpejtësi se do bësh një aksident. Por nga një gjë që është e paparashikueshme dhe e pa modifikueshme, nuk e se si të kesh frikë. Është njësoj sikur të kesh frikë nga vdekja. Kur je i vogël ke frikë, po pastaj e kupton që s'duhet të kesh frikë. Është e pa modifikueshme. E doni shumë jetën? Të gjithë duan një jetë. Po. Jeni jetën e tjetrit që ta përmirësojmë, ndoshta është pjesë e punës. Ka një sëmundje veçanërisht që e keni frikë? Që nëse do zgjidhnit këtë nuk do e donit? Si tha nga e folura nuk sill gjë. Se u pin. Një sëmundje që nuk do doja ta kisha? Po, veçanërisht. Këto sëmundje që japin dhimbje. Se dhimbjen se dorë do ta kam të merr. Edhe mjekimin e një plagë e kam kështu. Kam pas një plagë që nuk po shërohej një herë. Edhe sa herë që ma mjekonin, i thoja veni në gjumë, se nuk duroj dot. Një kirurg që ka frikë plagën. Dhimbjen, jo plaga, plaga le të bëj çat këtë që po dhimbja është e tmerrshme. Ose shkoj te dentisti dhe them ma mpi dhëmbin. Okej, e mpin. Dhe megjithëse është i mpir dhe nuk ndjej gjë, unë e kap veten që jam gjithkohë i tërhequr, gjithkohë tradhton shumë e tjerë se që dali. S'kam dhimbje. Po është ideja e dhimbjes që do më dali. Mos ndoshta burrat kanë më shumë frikë nga dhimbja në përgjithësi se sa gratë? Se kam studiu. E ke folur me Enidën, bashkëshorten tënde këtë? Çështjen e dhimbjes jo, po unë kam të merr dhimbjen. Po jeni me fat që nuk keni lindur grua. Do e kishit patur aty të mirëqëna, thonë amerikanët for granted.
by default, thonë Amerikanët. Ka mjekësia, ka mjete që t'i heqi këto dhimbjet që mendon që janë për default. Është ky për shembull funksioni lumbar, ajo epiduralja famshme që ti bën operacionin e seksës pas një dhimbje, pas një gjë e mrekullueshme. Është e mirë mjekësia. Mjekësia është gjëja më e mirë që ka bërë njeriu. Shpikja më e mirë. Ne themi telefoni, inteligjenca artificiale nëse është dhe në funksion mjekësisë, unë nuk e di pse, kam një si parandjenjë, mund ta kem të gabuar, po më duket sikur për 2-3 vitet e ardhshme do ketë ndonjë vaksinë për kancerin, se po lexoj artikuj shumë edhe. Ka plot artikuj që bisedojnë këtë punë, e thonë. Po. Po largohet koordinatash. Jo, me siguri që do avancoj patjetër, as diskutohet. Po hapen rrugë të reja. Në të ndër më tash, kanceri luftohet, ky është kjo qeliz nga ky organ, hajde të luftojmë këtë. Ndërkohë që po kuptohet që janë më të thella, pra janë në gene hallet, edhe hajde të luftojmë te geni. Dhe ka kancere të ndryshëm që kanë të njëjtin gen të dëmtuar. Kështu që po kalohet, hajde të targetojmë, që quhen target terapi. Të luftojmë genin edhe kjo do kapi një tumor që mund të jetë edhe këtu dhe këtu. Dhe duke kapur më në themel, me siguri që ka më shumë shanse për ta shëruar. Kur shkon te shkaku dhe jo te pasoja. Kur kam takuar një koleg tuaj në Kita Salabanda në Madrid, i bëra një pyetje aty për atyshme, që ishte më shumë vajzërore, që nëse bijem në dashuri me tru apo me zemër, zemra urdhëronte trurin apo truri zemrën, edhe Kita më tha, me qetësinë e neurokirurgut, zemra është një pompë, truri i jep gjitha komandat, është e vërtet, truri i jep komandat, por ka diçka që trurin, ajo që do thoja unë tani, a e bën kjo dashuria trurin të punoj më mirë? Patjetër, një tru i lumtur është një tru që funksionon më mirë. Një tru i mërzitur, një njeri i mërzitur. Një njeri i mërzitur, pa. Punon më keq. Një njeri në depresion, sigurisht që gjithë ditën ul atje dhe s'bën asgjë. Një njeri i lumtur, super i lumtur, punon shumë. Po, kjo puna zëmra, truri zëmra, në fakt ne e kuptojmë nga zëmbra që punon rreth më shumë. Po, pra. Që kemi një kënaqësi, kemi një ndjenjë të mirë që ne i quajmë dashuria. Po, unë besoja që ishte këtu në krahëror ajo ndjenja. Fizikisht. Po. Fizikisht ne e ndjejmë këtu. Mendërisht është këtu. Po është ky që i thot zemrës rrih më shumë. Zemra rreh më shumë, pompësh e shkreta, në qoftë se kemi adrenalin në gjak. Adrenalina është një hormon që e prodhojnë surrenalet. Surrenalet e prodhojnë nga një ACTH, që është një hipofiz, prap truni është aty brenda që i bën. Kështu që ato serotonina, ato hormonet e qefit. Qefit. Janë të gjitha nga truri. E kënaqësisë, po më pëlqeu kjo. Hormonet e qefit. Që truri komandon, truri nuk ka mend në vetvete, po qendra ku ndodhin, ku prodhohen këto hormone është në tru. Po ku janë? Se ne po i japim trurit një atribut që se ka. Truri nuk është njeri, truri nuk është diçka që mendon. Truri është vendi ku prodhohen këto gjëra. Vendi ku prodhohen mendimet. Po vetë nuk mendon. Po vetë nuk mendon. Po mendon njeriu. Mendon njeriu. Mendon edhe me zemër njeriu. Në zemër ne e shohim që po mendojmë mirë ose keq. Kur ne kemi frikë, kur ne kemi ndjenja njësoj si adrenalina që po diskutoj, që zemra rref shpejt. Po rref edhe nga frika. Rref edhe nga dashuria. Nga frika, nga dashuria bëjmë pupilat e mëdha kaq, këto bebet e syrit. Që është një njeri pse është i bukur, se i ka sytë e mëdhenj të zi. Pse janë të zi të mëdhenj, janë nga adrenalina, nga kjo hormoni adrenalina është hormoni i mbijetesës në fakt. Është fight or flight është në anglisht. Është njeriu që ose do luftoj, po përgatitet, ose do hiki me vrap, do zhduket, nuk do përballoj atë gjën e tmerrshme, varet këtë do zgjedhë. Po në dy rastet është mbijetesa. Kështu që adrenalina na bën të mbijetojmë, dashuria gjithashtu. Se në fund pastaj dashuria është ua kalon të gjithave. Po, ajo na çon përpara. Më shumë se sa arsyeja? Arsyeja varet, arsyeja është kështu pa shumë vlerë të përditshme, se ke një pyetje, do jesh një zgjidhje duke arsyetuar për ta zgjidhur. Ndërkohë që ti me dashurinë tonë të vazhdosh fluturash. Fluturimi s'është arsyetim.
Dhe një duhet fluturojmë. Patjetër. I E jeni ka mitologjia këtë. Ikarus, ai që donte të Ikarusi, luftonte, të po. shkonte të i bëri dhe krahët, po pastaj Po, si kishte i dogja. inteligjencën tamam pa. I shkoi shumë afër diellit, ju dogjën krahët. Këtu pastaj hajde merrem vesh, a desh me thon greku i vjetër. Egoja. Pse nuk e la që të shkonte atje ta krynte. Ka ego të hidhur mes jush doktorëve, siç është në politikë dhe në gazetari? Është njerëzore, Okej. nuk është doktorore. As gazetarore. As Është njerëzore. Problemi është që ta shfrytëzosh për të mirë dhe jo për të keq. Ju kaloni shumë kohë në sallën e operacionit, ë? Çdo ditë pothuajse një kohë e madhe është në sallën e operacionit. Po, ka operacione të shkurtra, ka operacione të gjata. Ka operacione 1 orëshe, ka operacione 8 orëshe, 10 orëshe. Po mesatarja është 2 orë, 3 orë, varet, se thudot. Se gjendot mesatarja. Po, përveç se salla ka pjesën profesionale, a ka në sallë edhe një komunikim dhe pak adrenalin, se ju kaloni jetën aty, si që jemi në punë, mendoj unë, që mund të flasim me njëri tjetrin, apo nuk e di, është e gjitha kështu në heshtje dhe vetëm punohet me... Unë mundojmë të vej muzikë, po për ca arsye të lidhura me internetin e spitalit dhe sistemi është i tmerrshëm. Është skandalos. Tani po kuptohemi. Nuk na lejnë të vejmë YouTube-in. Po pse? Po jak një gjë, muhabet, firewall-i, e këto gjërat që nuk e di. Nëse, kështu që mundohem të vej muzikë, por është një çik luftë e komplikuar që të vej muzikën te kompjuteri, te boksi që kam marrë për ta bërë këtë punë kështu. Gjithsesi, mundohem të vej muzikë. Ju operoni me muzikë, me çfarë muzike? Po. Varet si ta kemi muhabet. Klasike? Çfarë të doj infermieri ose asistenti im. Kemi herë greke, herë franceze, herë. Jo francezët i vej unë njëherë, nuk para shumë. Po jo ato muzikën ekstremisht klasike, se do mi vej në gjumë të gjithë. Duhet pak të... Pavarësisht se do më pëlqente, po nuk ka rezultuar me sukses. Koha juaj më e bukur deri më sot. Nëse do veçonit një moment ose një periudhë që do thoni, ne themi zakonisht për fëmijërinë, po unë kam përshtypjen që është pak një kurth ai, sepse është një gjë që ka kaluar dhe ne duam, truri jon do ta zbukuroj, se nuk është se ka qenë gjithçka kaq bukur. Po ne e zbukurojmë një çik me gjërat që si kemi më. Po nëse do zgjidhni diçka? Po është nostalgjia e të kaluarës që e bën të dukur, që duket më e bukur, thjesht nga që është e kaluar edhe e zbukuron. Po fakti që thu koha më e bukur që ke kaluar, patjetër e kaluar është, kështu që gjithmonë në rini është ajo e shkret. Po kohë të bukura ka qenë Parisi për shembull, sepse mbasi mbaronte puna e shtuna e diela, gjithmonë e kishe një muze që s'e kishe pa akoma. Për ato 2 vjet që i kalova, i arrita t'i kap. Jo të tërë, po shumicën. Dhe kur je në një vend të huaj që tenton ta eksplorosh e ta shohësh sa më shumë. Kjo ka qenë një periudhë e bukur. Ndryshe. Dhe që s'ke qenë me këtë përgjegjësinë e tanishme që je në punë dhe atëherë je akoma në formim, kështu që gjithsesi nuk e ke peshën e të sumurit keq që duhet ta shërosh ti. Pastaj kur vjen kënej, je në kohë fluturimi aty. Po. Kur vjen këtu, zbret me këmbë në tokë. Zbret me këmbë në tokë dhe shef që veprimet e tuaja janë përgjegjëse për jetën e tjetrit, kështu që janë gjëra që të peshojnë edhe nuk të lejnë ta qush jeta e bukur. Po sigurisht jeta e bukur është në moment që ti ke një jo periudhë, po moment. Ju i keni bërë zgjedhje doktor Turi me arsye apo i keni bërë me zemër? Çfarë zgjedhjesh? Zgjedhjet në jetë. Dashurinë e jetës. Është me zemër. Profesionin e jetës. Profesioni doli, nuk e di. Veshjen sot me xhaketë zezë. Lusja. Këta janë çështje të ditura. Burri nuk di me pa ngjyrën e verdhë apo jeshile. Okej, zgjedhje shumë e mirë. Çfarë këshille, ju jeni babi 2 fëmijëve? Keni një djalë dhe një vajzë. Edhe prindrit sot kanë një detyrë më të vështirë se që kanë patur prindrit tanë, mendoj, se nuk kemi qenë të rrethuar nga një botë me kaq shumë informacion dhe kaq e madhe dhe kaq e hapur. Kemi qenë të izoluar me pak lëvizje dhe unë ju them gjithmonë që nuk është se janë lodhur shumë, pavarësisht se prindrit tanë thonë që janë lodhur dhe na kanë rritur gjyshërit. Por tani prindrit kanë ndryshuar shumë prindërimi për shkak të kohës.
Edhe jeni një baba që jep një këshilla? Ose që të paktën keni ju një, se ndoshta nuk se dhe këshillat bëhen të mërzitshme për fëmijët, duket sikur ju bën shumë moral. Çfarë uroni, çfarë luteni për to? Në këtë kohë. Lutem dhe uroj që të kenë jetë të lumtur dhe të kenë sa më pak halle. Por që të Varet nga njeriu vetë. Të ndikoj diçka atyre duke ja thënë kështu drejt për drejt, nuk e besoj që është rruga më e mirë. Kryesisht më shumë ai shembulli besoj. Sjellja përmes shembullit që ndikon në maksimum. Të kemi një jetë të lumtur varet nga ne? Varet, sepse lumturia është një çështje mendore. Nuk e di kush e ka thënë, por që happiness is a state of mind. Po. Edhe e përdor shpesh si fjalë. Unë zgjedh të jemi lumtur. Nëse filloj mendoj që do bjerë tërmeti, sigurisht që do jemi lumtur. Po nëse zgjedh që të mendoj që dhe në rat tërmeti ky pallati s'ka për të shëm, do jemi lumtur. Kështu që patjetër është mendja që na bën të lumtur ose të mërzitur. Doktor Turi, si e sheh Shqipërinë, po edhe shëndetësinë brenda pas 10-20 vjetësh? Gjithmonë më mirë. Është pjesë njerëzore që të ketë përparime, mos ketë kthime mbrapa, që është e pamundur. Sa do të kesh pengesa gjatë rrugës, prap rruga është drejt përmirësimit. Sa do përmirësohet, ku do shkojë? Okej. Atë nuk e di. Në nuk e imagjinoj dot, po që nuk mund të rrim në vend, është e pamundur. Mirë. Mirë është me qenë optimist. Po e tregon vetë koha, domethënë, ne imat kur operonte ishin ndoshta 100 operacione në vit, pastaj vajtën 500 në vit, pastaj vajtën 1000, para 2 vjetëve ishin 1300, si vjet ishin 1800 operacione në vit. Është përmirësim. Më shumë njerëz janë shëruar prej nesh. Jo janë shtu numra smundeve. Më shumë njerëz janë operuar prej nesh dhe janë shëruar. I keni numëruar ju operacionet tuaja? E keni një ide sa mund keni operuar në jetë? Nuk i kam numëru. Numëroj, kam fillu të numëroj ato që janë të veçantë. Që bëhet një muaj, një javë, po dhe atyre po fjen koha që s'po e numëroj më. Ndërkohë që mesatarja është rreth 200 në vit. Në këtë periudhën që jemi të pavarur në kirurgji dhe që kemi marrë përgjegjësitë maksimale. Kur kam qenë e vogël, nuk e di, do kem ndëruar të bëhem mësuese, mjeke, gazetare, aktore nga këto gjërat e klishe të moshës. Por nëse do më pyeste dikush sot se çfarë është ëndra ime, është një botë pa sëmundje. Jam shumë... Prandaj quhet ëndër. Ja. Faleminderit shumë. Doktor Artur Xhumari. Ishte shumë kënaqësi që ne biseduam, edhe e nisëm me trurin, folëm për trurin, po mua mu duk sikur më shumë folëm për jetën, dhe po, ju besoni te jeta. Po, e drejtë. Ne duhet besojmë. Nëse s'kemi besim tek jeta, nuk jetojmë mirë në fakt. Edhe në ditë të vështira, edhe në ditë sëmundje, duhet me pas besim. Patjetër, besim edhe dëshirën për të përmirësuar gjërat, edhe për të dalë nga çdo lloj shqetësimi dhe situate jo e këndshme. Besim që do dalësh. Shumë faleminderit, dhe të uroj një ditë të mbar sot. Faleminderit juve.